Mirë se ritakohemi, duke lutur Zotin që të ketë qenë një ditë e pranuar tek Zoti me adhurime të shumta, me lutje, me ibadete të pranuara. Ju ftoj që të qëndrojmë së bashku në këto minuta në vijim për të njohur me një aspekt të rëndësishëm në jetën e besimtarit. Do të flasim për zemrën e tij, po jo në aspektin biologjik, por në aspektin e besimit, e emocioneve, e imanit. Do të flasim për rrezikun e sëmundjeve të zemrës, se si besimtari, veçanërisht në këtë muaj, duhet të fokusohet në mënyrë të vazhdueshme për të patur një zemër sa më të shëndetshme, sa më pak të prekur nga sëmundje të ndryshme të zemrës, të cilat përmenden shpesh në ajetet kuranore, në hadithet e profetit Muhammed a.s. Dhe për të njohur me temën se si manifestohen sëmundjet e zemrës, ne sot kemi kënaqësinë që të kemi hoxhën nderuar Hoxh Zeki Çerkezi. Hoxh, mirë se vini. Mirë se u gjej. Hoxh, nëse flasim për sëmundjet e zemrës, si ndikojnë ato kur e kontaminojnë zemrën, kur futen brenda zemrës në kuptimin e drejtë të fesë, të besimit, të shpalljes së Zotit dhe të gjërave të cilat janë të rëndësishme në jetën tonë. Fillimisht e falenderojmë dhe lartëmadhojmë Allahun fuqiplot. Pastaj dërgojmë salavat dhe selam mbi punën e pejgamberisë Muhammedin, familjen e tij të pastër, shokët e tij edhe gjithë ata të cilët e ndjekun rrugën e tij deri në Kiamet. Pa dyshim se njeriu në këtë jetë të tij ashtu Allah ka dashur, Allah ashtu e ka kriju si një krijesë e cila krijesë në momente është preh i lehtë për sulme, për ngasmime, qoftë aspektin fizik, qoftë aspektin shpirtëror. S'do mend se prej organeve më kryesore, nëse jo edhe organi më kryesor, më i rëndësishëm në trup të njeriu është zemra. Si çdo organ tjetër, edhe zemra, sidomos në veçanti zemra, i ka dy aspekte të peshës si organ edhe të rëndësisë veçantë. Si në aspektin fizik, ashtu edhe në atë shpirtëror. Pra zemra, çka jem dëshmitar përditshëm, bile kohë të fundit shumë pa ka njerëz të cilët ankohen dhe kanë probleme serioze me zemrën, smundje të zemrës. Edhe s'ka dyshim se janë shumë të rënda, janë shumë të prekshme, të rrezikshme. Mirë po, nëse e bëjmë një analizë të shkurtë, po dështon zemra nga aspekti medicinal. Edhe po vdes, diçka më e keqe s'ka çka ndodh, po vdes. Tek e marrëndshme tek e pret. Ajo finalja ringjallë pastaj ku shkon në xhenet ose xhenem. Në jetën kohë njeriu sulmohet edhe ka probleme, edhe ka smundje serioze dhe në aspektin shpirtëror, të zemrës. E tash kjo analizë e shkurtër, nëse ka probleme në aspektin medicinal, biologjik, thamë, ma e keqe çka mund, ma rënda çka mundet me vdek. Të humbë, po themi, jetën e kësaj bote. Ashtu. Ndërsa, nëse ka probleme serioze të smundjeve të zemrës në aspektin shpirtëror, atëherë kjo mund me qenë pa kurfar dyshimi katastrofale, sepse hup edhe ahiretin. Me këto smundje fizike nuk e hup ahiretin, me këto smundje shpirtërore e hup ahiretin. Edhe ka shumë parametra, shumë libra kanë shkru, shumë kanë fol alimat, dietarët, edhe kanë tregu atë sa kanë pas mundësi me ato njohuri të tyre, rreziqet edhe smundjet, çfarë forme shprehen. Këto sulme, gjithsesi këto smundje janë ka disa klasifikime. Një prej klasifikime që ka bën Ibn Xhauziu me përmbledh mendimin e tij, ka shek o shehve, dyshimi edhe epshi, kojta, pasioni. Shek është dyshon në ekzistencën e Allahut, dyshon në pejgamberin Muhammed a.s. dyshon në Kur'an, dyshon çdo gjë që është rreth vetës. Ilaçi për këto, pa dyshim se është dija, se kjo vjen nga xheli, nga ignoranca.
Ilaçi për ignorancë është me pajis me dije. Ndërsa kjo e dyta, kojta, epshi, pasiona, dëshira, ajo shtazarakja, kjo nuk ka të tërmënyrë absolutisht mu eliminu vetëm se me ibadet shtes, jashta ibadeteve obligative, me ibadete vullnetare. Ndërkohë, si e lodhin njeriun sëmundjet e zemrës, a ja vështirësojnë ati rrugtimin dhe kthimin nga e mbara? A është një, po themi, një çorientim i destinacionit të duhur se çfarë do të synoj dhe ku duhet të mbëri njeriu nëse vuan nga sëmundjet e zemrës? Këtë lami, që shtojnë dietarët, alima tjerë, më së miri e kanë prek edhe kanë dhunë sqarime Gazaliu, Muhammed Gazaliu, Ibn Taymija, Ibn Qayyim al-Jawziyu edhe Ibn Jawziyu. Ibn Qayyim al-Jawziyu thot, janë dy lloje të smundjeve të zemrës. Një lloj është më i rrezikshëm, por në aspektin e ndinë dhimbjen ajo. Shumë interesant, Allah El Hakim, i urti, qysh ka kriju krijesat, edhe çfarë forme tash mbrana në trup të një krijese, po edhe raportet mes krijesave, njeriu me njeri, po njeriu me botën tjetë, botra tjera, është diçka fenomenale, diçka e fascinon njeriu. Edhe nuk ka tjetër rrugdor vetëm se me besu. Edhe tash, kjo çka është më rrezikshme, çka çon te kufri, këto nuk kanë dhimbje. Sepse ju ka shumë po lundron atë ignorancën e vet. As nuk është i vedishëm, se është i sëmur. Kjo problemi. Në çfarë do të them për smundje fizike, nëse njeriu mendon se është i shëndosh, në realitet është i sëmur, atë nuk ndërmer hapa për më shërum, po thotë unë i shëndosh. Edhe ky tash ato çka i ka dyshime, gjithsesi edhe kufrin, mos besimin, lundron atë lumën e tij të ignorancës, edhe merr përfundime logjike, me thonë logjike, nga epshi i tij, nga ajo dituria e tij çka e ka, edhe kjo vazhdon derisa në Allah, nëse ai vjen momenti i udhëzimit të tij, edhe po është unë gabim që më kanë. Ndërsa ato tjerat, që kanë matleta me harame, ato edhe ndjen dhimbjet. Matleta dhe këto në të randa, shembull hasedi, nuk është i rahatshëm njeriu i cili xhelozon. A i cili ka urrejtje për person caktum, nuk është i rahatshëm, nuk e ka gjumin e qetë, nuk ka mundësi njeriu, këto duhet të analizojmë me shkronjat të arta me shkru, nuk ka mundësi njeriu absolutisht me pas lumturi, kënaqësi në këtë jetë, nëse ka sëmundje në zemër. Ndërkohë mund të ketë lumturi nëse mund të ketë sëmundje, po themi fizike, mund të jetë i lumtur, por nëse ka sëmundje shpirtërore nuk mund të jetë i lumtur. Allah shpërblet. Këto edhe po e shohim tash në dallimin çka paraqet, çfarë rreziku paraqesin, sëmundjet fizike e çka këto shpirtërore. Shumë bukur. Pra njeriu me sëmundje fizike mund të jetë shumë i lumtur. Ndërsa jetën e ka shumë modeste. Nuk e ka jetën, nuk e kalon luks, pse nuk ka të mira materialisht. Ky tjetri me sëmundje shpirtërore të zemrës, i ka shumë pasuri të madhe ka, mirë për që nuk ka lumturia. Edhe nuk është i gjori, nuk është i aftë, nuk ka mundësi me ditë se nga cila anë po i vjen kjo jo lumturi gjithsesht, kjo mërzi e ka plon zhgënjimi, gjitha ato që ka shkojmë në njeriun, të cilat nuk e lon njeriun me qenë i lumtur. E shpesh këtë e themi Hoxh kur bëjmë atë ndarje e madhe midis shoqërive që janë në ateizëm edhe në bollëk të madh, dhe statistikat thonë se në mesin e tyre ka nivel të lartë vetvrasje, nivel të lartë depresioni, çka tregon për mungesën e lumturisë. Ndërsa shoqëritë që kanë besim, kanë vlera, lidhen me Zotin, janë më të shëndetshme shpirtërisht. Por nëse flasim brenda rrethit të besimtarëve, pasi dhe ata janë nivele dhe situata të ndryshme. A mund të ndodhë që njeriu të jetë dhe besimtar dhe të mos jetë i lumtur, mund të jetë dhe besimtar, po të ketë sëmundje në zemrën e tij, të cilat duhet kurohen gjithsesi? Pa kur fare dyshimi për fat keq, shumica kemi sëmundje të zemrës, shumica. Në një prej problemeve, gjithsesi
Çka thot Ibn Qayyim el-Jauziu për ato të cilat e shkatrojnë, gjithsesi e hupin pastërtinë e zemrës, është shumë me ndajt me numër të madh të njerëzve. Nuk e lën një kohë me u vetmu me krijuesin e tij. Pastaj është e dyta, nuk është me rëndësi radhitja, tjetra ka shpresa për këtë dynjallëk. Andron shumë andron. Edhe gjitha janë këto të rrezikshme, edhe njeriu pastaj nuk është i vetëdijshëm se është i smut, ndërsa tash kjo është ai dallimi mes besimtarit sinqert, cilët e kalojnë jetën e tyre, mundohen sa më të devotshëm e qenë, edhe ata kur e kuptojnë se kanë smundje ndërmarrin hapa. Nuk e lën ashtu. Menjëherë alarmohen, e alarmojnë veten e tyre. Edhe këshirën ku është ilaçi, dy shembuj do t'i ceku. Handale, Muslimi transmeton sa unë e ti, radhiyallahu an, ka qenë prej shkruesve të Resulullah a.s. E dim se shumica sahabëve nuk kanë ditë shkrim lexim. Ata në numër i vogël që kanë ditë shkrim lexim, një prej tyre ka qenë edhe Handale. Pra kur ka zbrit shpallja, cili më afër është gjind, ja ka citu i dërguar sa pas përfundimit të shpalljes, i shënon këtë ajet. Ky ajet është në këtë kapitull, para këtij ajeti, pas këtij ajeti. I ka treguar dhe raditën, si do të thotë një prej këtyne. Po e takon Ebu Bekrin. Handale çka si nafaka Handale. Thot, jam bo hipokrit, munafik. O ma dhak çka ndodhi. Thot, pashalon, kur jemi të dërguan a.s. po na flet për xhenet edhe për xhenem, thu se me sy po e shohim. Ashtu po fokusona në këto ligjëratat të tij, edhe po ndikona, e ky ndikim po është një shtytës shumë i madh për me punu vepra të mira me largu prej të këqijave. Ndërsa kur po shoj shtëpi, po habite me familje, me punë të përditshme, me pasuri, edhe po haroj. Ashtu është shumë interesant çka thonë Ebu Bekri. Ebu Bekri, kush është Ebu Bekri? Çka thonë i dërguar sallallahu, nëse në një anë të peshorës vendosim iman e Ebu Bekrit, në anën tjetër të peshorës iman e krejt umetit, marrën vjen peshon iman e Ebu Bekrit. Po nuk pe pasron veten, nuk pe tërheq veten. Këto të pashallon edhe këtu kështu kam ndjenja. Po shkojmë të dërguar sallallahu, po i lypin ilaçin, te mjeku po shkojnë. Edhe Handal thot, unë fola. Jo Ebu Bekri. Çka u bo? Thot, jam bo hipokrit ja Resulullah. Si ashtu, edhe po i tregon të njëjtat. Kur jem me ty, po na tregon për xhenetin dhe për xhenemin, atëherë thu se po shumë me sy po përjetoj, me atë koncentrim, edhe po tretna në ato fjalë edhe në atë besim. Si me thonë, po hyp, po depërtoj në atë botë njerëzve, besimtarve, nivelit më të lartë të imanit. Kur po ndam me ty, po hupët kjo, po harojmë. Thot, o ledhi nefsi bjedi, pasha ato cilë shpirtin tim e ka në dorë të ti. Pra, pasha Allahun. Po të kështi qenë, ashtu kur jenë me mu, edhe kur nuk jeni me mu, kishin zbrit me lacet, kishin vendos durët e tyre në krahror t'juve, në për rrugë, kishit e cvesh, vetë zbashku, po kishin ardhë edhe në për shtëpia t'juja. Mirë po, sa abade sa, sa abade sa, sa abade sa. Edhe po ngështon, kjo është normale, disa qaste momentin e ri është në këtë gjendje shpirtërore, disa tjera është në gjendje tjetër. Se mosu dëshpro, mosu zhgënje, kështu është natyrshmëria e vetë njeriut. Rasti i dytë, Mejmun ibn Mihran, ka qenë tabin i madh, dietar i madh, ka qenë këshilltari Omer ibn Abdel Azizit, radhiyallahu an. Kjo e tregon vlerën e se kush ka qenë. Edhe kjo e ka vrejtë se më ka kaplu jo zemrën. To është tash bet dallimi me ata nivelet lartë të imanit. Nuk po them në atë kohë gjithsesi, po edhe në këtë kohë mundet me pas. Sepse e kemi pa kështellat në mesjet, bedemat për mbrojtje, të larta, me trashësi të madhe, mirë po e kanë edhe një tjetër mbrojtje, para bedemave, para mureve të larta, ujin për rreth e kanë. E këto disa alima thojnë, zemra dhe sudur gjoksi. Kur e kam pas se shigjetat po vinë në gjoks, nuk e kanë lënë punë marrë të zemra. Po intervenoj, po e marrë ilaçin me njëherë, që mos marrë punat e zemra. Edhe me mujnë po thotë, më ka kaplu vrasësia, i ashpër, arrogant jom bo.
Dhe po i thot djalëve të Amrit, apo më qënë të shkojna, tash kjo apo më qënë, Allah, halem ndoshta s'ka pas fuqi plak, ose të pamorit thuhet, ka pas ma dopt, kuntu e kud e bi, thot, edhe e udhëzojsha gjithësisht, e mora me veti babën edhe shkum të Hasan el-Basriu. Kur trokit të mder, dul një vajzë e vogël, kush është, thot, thuj Ebu Sejid, kështu e ka pas atë lagapin, ka ardhë Mejmun ibn Mihran. Edhe dul Hasan el-Basriu, edhe u përqafun, po përshëndetën, dy alima, gjithsesi Hasan el-Basriu, ditë kush ka qenë, hynë mbranda, edhe po pyet s'ka, ja Ebu Sejid, kalib e një gildha, kasët fil kalb, jo mbo i vrasht. Atë agjeroj që me u këthy butësia. Dhe më mendoj pakës edhe ma dha përgjigjen, jo fjallë të veta, po fjallë të Allahut. Ka fundi sure Shura. E ferejtin me ta na sinin, ashe se i dhem në jetë begat, luks. Tash paramendo, në këtë dujnë paramendo njerën ideal. Nuk ekziston, po paramendojmë. Kur në jetën ti s'ka qenë e sëmur, kur nuk ka pas brenga, derte, telashe, gjithmonë lumturi, gjithmonë. Pastaj çka? Pastaj do të vjen ajo çka e kena premtuar, çka është vdekja. Ma agna anhu ma kanu yumatta'un. Kur gjë tash nuk i bëri dobi atina, ajo jetë luksoze në dynja. Pra gjithmonë, edhe vetës, edhe të tërkujna, po duhe këto, po duhe, pastaj çka? Si të pyete, pastaj çka? Edhe vetës, pastaj çka? Pastaj çka? 100 vjet, pastaj çka? 200 vjet jetë. Edhe 300 po t'jepi, pastaj çka? Pra po bim vdekja. Pa marrë parasysh çfarë jete, nëse je preokupu vetëm me dynja. Mirë po, duhet gjithmonë me pas besimtari parasysh, duan ma të shpirt cilën e ka bojë dërguari sallallahu alajhi wasallam, Rabbena atina fid dunya hasene, wa fil akhirati hasene, wa qina adhabana. Nuk e harrojmë dynjan. Por dallimi mes besimtarëve dhe ateistëve është se që nuk pretendojmë me fut veten aty, si rregull të besimtarët është se dynjan, pasurin, luksin nuk e kanë në zemër. Pasurin e kanë në xhep. Do moment e nxjerr edhe jep. Nëse të hynë në zemër, nuk mundesh me nxjerr prej zemrës. Edhe po i thot, te shkurtoj, Amri, bab, ky ke Hasan el-Basriu, ky ka prit spakot një 10-15 minuta, ligjërate, këshille. Po, këto shumë e rëndësi me cek. Kur e ka përfunduar citimin e këtyre ajeteve, është e Libanos Mejmuni. Kur ka ardhur veti, djali pa a ky ka Hasan el-Basriu? O djali jam, edhe kur gjë nuk, djali jam ma ka operu zemrën. S'po kupton ti. Ajeti, pastaj erdh vdekja. Fund luksi, ajo nuk është lumturi, ajo falso është ajo lumturi. Lumturia e vërtet është kur beson njeriu edhe afrohet me krijuesin e tij. Nuk ka absolutisht mundësi me ardh lumturia te njeriu jo besimtar ateist, absolutisht. Ndërkohë, ju thatë se disa sëmundje të zemrës nuk ndihen, nuk kanë dhimbje, edhe nuk e vërejmë që jemi të sëmur. Njëjtë siç ndodh me disa sëmundje të trupit tonë, kur ato ndoshta janë duke e infektuar trupin nga brenda, por ne nuk i vrejmë. Por nëse shkojmë te specialisti, ai di t'i dallojë disa simptoma që ndoshta ne nuk i vrejmë dot. Njëjtë besoj ndodh dhe me sëmundjet e zemrës. Duhet të kenë ato disa simptoma që shfaqen, ndoshta nuk e shijojmë dot namazin, leximin e Kuranit, e këshilla të tjera. Çfarë simptomash dhe çfarë efektesh kanë sëmundjet e zemrës në besimin tonë, në jetën tonë? Alimat thojnë, fillimisht, ato matronda që ka thëmë të dyshimi, të kufri, e kështu me radhë, të hipokrizia, to janë tjetër ilaç kanë, ndërsa simptomi tash çka përjetojnë shumica besimtarëve. Kem probleme sidomos me haset, me xhelozi. Kem probleme me arrogancë. Po shit ku të fundit njerëz shumë arrogant po ishin komunikacion. Jo vetëm tek ne. Thuja se mbar botën, për pak ka për shumë, për parkingje, për oshtrit arroganca, oshtrit mosdurimi,
është shumë oshtërit urrejtja ndaj njëri tjetrit. E duhet me fut mesin e njerëzve një fluid i padukshëm, i cili rrjedh fluidi dhe i afron njerëzit. E simptomet s'do mend se njeriu njerë e vren smundjen e vet personale, pastaj të shoqërisë. Pa u shëru çdo kush individualisht nuk ka mundësi me u shëru shoqëria. E këto çka janë simptome ma i prekshëm, ma evident është përtacia në ibadet. Përtacia për me bo dhikë, përtacia për si që ceke për me fa namaz. Ka mu ngritin për namaz, illa kusala, me përtaci. La yadhkurun Allah illa qalila, edhe në këtë namaz, kjo është kështu i përshkruan munafikt Allah. Edhe nuk e përmendin gjatë namazit, Allahun vetëm se pak e përmendin Allahun. Kur e sheti, që thot Albani, rahimullah, nuk ka mundësi me pas njeriu zemra pastër nëse nuk e ka një kohë caktuar wird që e kalon atë kohë vetëm me dhikr. Edhe pse dhikri është për çdo sëmundje, edhe atron, cilën e vrejmë, edhe cilën nuk e vrejmë, është ilaç i përsosur dhikri. Don me bo dhikr me përtaci nuk preokuposh me diçka tjetër e lën dhikrin. Don ki mundësi me shku numre, para kësaj edhe në haq, janë nxjerr vetës disa arsyetime edhe të pengojnë. Don me dhon sadaka për një hajrat, për një vend dobishme Zotin, ti përfiton, prap del një farë pengese, edhe e shes se duhet me u alarmu. Paskëm smundje në zemër. Duhet me i shëru këto smundje. Çka tha? Tash këto smundjen ati lloj tjetër me ibadet shtesë. Nuk ka tjetër mundësi, absolut. E s'do mend se asnjë fituar nuk arrihet pa mund, pa universitet njeriu. Nuk është për cilët me ra. Me siguri se për cilën edhe me dua. Mirë po, duhet angazhim. Edhe pse na duket në moment se nuk kem fuqi, nuk kem dëshirë, në tash ky largimi i dëshirës, po e dim ka po vjen edhe duhet me luftu që me ardhë dal nga dal deri te shërimi i zemrës. Po raport me gjunahet, me mëkatet, si ndikon zemra e sëmur? Ndikon se tërheq shumë ma lehtë i bën mëkatet. Nuk ka, zaten kjo është njeriu është indiferent ndaj mëkateve të tjerëve. Kjo është indikator i madh. Pa arte mëkatet personale. Nëse jeni në hapësirë ku punohen mëkatet, nëse është në nivel imani, gjësisht nëse është zemra pastër, pa kur farë dyshimi se reflekton. Nuk i ratshëm, nuk i qetë. Nëse jeni në hapësirë, jetë ret në atë ambient ku punohen edhe mëkatet të mëdhaja, nuk po reagon zemra, atëherë është shumë gjasa të mëdhaja reale se ka shumë smundje të rënda të zemrës. Thot i dërguari alayhi salam, hadith shumë i mirënjohur, idha ra'aytu ahadukumul munkar falyughayyir bi yadihi. Kur të shet dikush se po punohet ndonjë vepër e ndaluar, le të nal, le të pengon me dorë. Fa in lam yastati fa bi lisani, se s'ka mundësi me dorë, atëherë me gjuhë, le të flet. Fa in lam yastati fa bi qalb, atëherë me zemër. Hadha adaful iman. Kjo është niveli më i ulët të imanit. Nëse edhe zemra nuk reflekton kur reagon, çka po i bën? Tash në nivelin më të ulët, kjo është vija kuqe. Dora e mesmja gjuha edhe zemra. Nëse është zemra sëmur nuk reagon, ato është pikpyetja ka iman, se po thot sado pak me pas iman, zemra gjithsesi është e shëndosh, zemra reagon patjetër. Nëse nuk reagon zemra, e pas këtë sëmur shumë keq, edhe pikpyetja ka iman a nuk ka iman. Edhe kështu që njeriu duhet çka është tash ilaçi këtu në këtë moment. Unë them çdo ligj i botës fizike i korrespondon një ligj i botës metafizike, patjetër. Ndihma e parë nuk i jepet njeriut në ambientin e kontaminuar. Obligimi i parë ose fillimi i shërimit është e para, emergjente, me largu edhe me fut në një hapësirë dekomptanimu. Aty nuk ka mundësi me dhonë së mu shërim. Edhe gjatë këti shërimit të tjetërit, duhet me pas shumë kujdes, edhe këtu tash një tjetër ligjë.
Njerë siguron veten, pastaj te tjetri. Nuk kem shumë tash po u thot me avion. Edhe ato instruksione që kanë jep, ose birzot për oksigjen. Nëse ki fëmin, afër vetës, çka thot? Çka të këshilla? Njerë siguron veten, jo fëmis. Pra edhe këtu, në aspektin shpirtëror, e siguron veten, nëse e shese për rrezikot zemra yte, me u kaplu me smundje, atëherë i të kullomës të tatum, ki frikë Allahun, gjithësisht i bëni ibadet Allahut sa ki mundësi. Po si të që tjetë, ato simptome, kjo me rëndësi duhet, me ditë, si të shese po shprej, po vinë shpreje disa simptome të zemë smut, kjo me rëndësi që duhet me njerë me ndërmar hapa. Ndërkohë, duke qenë se jemi në muajin e begat Ramazanit, ku në një farë mënyrë dhe ambienti dekontaminohet më tepër, është më i pastër, viruset dobësohen dhe kemi më tepër mundësi për ta kuruar zemrën dhe shpirtin. Çfarë i sugjeroni audiencës tonë për të patur parasysh në këtë muaj, duke qenë se jemi në ditët e para dhe në fillimin e këtij muaji? Fillimisht cekum çfarë mëkatesh janë këto smundet e zemrës. Në dy lloje është kufri edhe rebelimi kashja Allah, për mëkatbërje. Kufri në 3 forma shprehet. Shirku, hipokrizia edhe dyshimi. E krejt këto bazë e kanë nga rrjedhja, nga ignoranca. Si eliminot ignoranca me pajisje të dijes. E si me u pajis me shëzu tash këtë muj. Unë gjithmonë ka qenë këshilla jam, po elhamdulillah po ngushllona me thonë dhe që alimat e mdhej, edhe tash sfundit edhe Fevzani para disa kohëve, të leximi me shëzu Ramazan për lexim të Kur'anit. Por jo me bu gara kush sa ma tepër hatme po bën. Kjo është gabim. Si mas mendimin tim, kjo është një prej kurthave të shejtanit. I bona 5 hatme, unë 6, çka është Kur'ani? Libër, shpallë Allahut. Çka ka aty? Ka këshilla, ka urdhresa, ka ndalesa, ka tregime, kuptimi, reflektimi, absolutisht. Marrjet atyre mësime për të shkuar jetën tonë. Ose gjysfaqe, ose eventualisht një faqe lexon Kur'anin. Mos gabo me të shku te faqja e dytë pa lexu për kuptimin e kuptimeve. U lexon Kur'an, ti po bisedon me Allahun. A ka logjik me bisedu me diken, edhe nuk të kuptoa çka the. Po vetëm po ndëgjon edhe nuk po e shpreh ato se nuk po kupton. Dhe thot Fevzani, për fat keq, ka arë jemi në këtë kohë, Allah e rujt, muftia Saudis, kur Kur'an lexohet vetëm sa për lexim, ku ndëgjohet Kur'an mahniten me zërin e lexuesit, jo me fjalët e krijuesit. Çfarë zëri, sa mirë, pa dyshim mirë po, kjo jo primar, pa sekondar nuk është. Terciare ose ma poshtë. Primare çka është fjala e Allahut, çka po thot? Po të urdhëron diçka me bë. E lexon kur shembull, lexon Kur'an, ka shumë ose ndëgjon, agjeroj nuk falen. Në sa vend Allah thot Kur'an fal namaz. Po ty po drejtohet. Se ka motra, lexon Kur'an e bën hatmën. Nuk ka mbulesë. Po ti është ajeti me mbulu. Ty po drejtohet. Ju shpete kalon këtë ajet. Vetëm ashtu. Si një fjalë e rëndomt. Ose thot në për manifestime ndryshme, vetëm atë po lexohet Kur'ani, edhe sa mirë lexuesi mirë, po hapim këtë eminent me citim të ajeteve, e çka tha? Se di. A u preka u ndikove jo. Allah çka po thot, "Ulau anzalna hadha al-Quran ala jabalin ra'aytu khashi'an mutasaddian min khashyatillah." Po të kishmi zbrit këtë Kur'an mi bjeshk, mal, bjeshk, gur i fort. Tërmia i shbo për rëndësisë fjalëve të Kur'anit. Po na as nuk me çajti ose jo, biles pak me u ndiku. Kjo është për kur tish edhe kjo është prej një simptomeve. Edhe ka dalë as po du sot këtë Ramazan nuk du me bo shumë hatme. Ndoshta gjysma Kur'anit, gjysma, një tretë letet. Po tash mos me përfundim Ramazan të mos ndal, vazhdo tash. Mi po ato çat një tretën ose një katërtën, çka ke lexu, kupton mirë, çka ka çfarë këshillësh ka. Edhe ty pa tjetër se përplot janë ajetet për ilaçe për rrugën si me shëru edhe zemrën. E këtu siç u shprehë, është një ambient i dekontaminuar. Pa kurrë dyshimi. Kështu është Ramazani. Prangosën shejtant,
hapën dyrët e xhenetit, mbyllën dyrët e xhehenemit. Ku ti tek duhesh me prit edhe 11 muaj tjerë, këtë rast me shfrytëzu. Këtë favor, cilën Allah po na jep neve brenda një muaj. Por të shfrytëzojmë këtë një muaj që të mobilizohemi me krejt qenin tonë, që me orë deri te përmirësimi. Abu Davudi transmeton nga Abdullah ibn Amri, i cili çdo ditë ka përfundu hatmen, çdo ditë ka agjeru, edhe tër natën, çdo natë është fal namaz. Po për trijat e ka qitë kufirin dimitin, ndërsa për lexim të Kur'anit e ka qitë kufirin 3 ditë. Sepse ka thonë, ai i cili lexon Kur'anin për një kohë më të shkurtër se 3 ditë, nuk e kupton, live ka. Kjo është qëllim, me kuptu. Me këtë hadith propon na sqarohet se duhet me kuptu ato që ka lexoj. Sot ne mundsof që ta lexojmë dhe ta kuptojmë. Amin, Allah shpërblet, kënaqësia ime ishte. Ndërsa miq, këtu e mbyllim në takimin e sotëm, folëm për sëmundjet e zemrës, të cilat duan një fokus të veçantë këtë muaj, pasi sëmundja e zemrës me sëmundjet e ndryshme mund të na humbas jetën e kësaj bote, po mbi të gjitha ahiretin ton, kthimin faqebar tek Zoti ynë. Prandaj hoxha u fokusua në këtë takim mbi të gjitha tek kuptimet dhe zbatimet e Kuranit, duke qenë ky fokus i jon në këtë muaj. Falenderoj që na ndoqët, mirë takofshim.